Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ndërmë Lazar, fillimisht Allahun e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë të falë kërkojmë. Elusim Allahun që takimet tona të bën të dobishme, të frytshme në dunjë dhe shpërlyera ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë sonte inshallah së bashku me një meditim të radhës të Ibn Qayyimit rahimahullah. Isli meditim nuk është nga të zakonshmit. Normal çdo meditim i tij është me vlerë, ka çmim, është dobishëm. Por ka disa meditime të Ibn Qayyimit rahimahullah që kanë të bëjnë me detaj të caktuar të adhurimit, me pritim të caktuar. E ka meditime që kanë të bëjnë me krejt jetën. Me ku Ibn Qayyim rahimahullah ka medituar rreth komplet rrjedhës së jetës, hartës, strategjisë. E kjo meditim pak më i thellë. E meditimi që sonte kanë me shpalos bashku është i kësaj natyre. Ku Ibn Qayyim rahimahullah do mund flet për një rrugtim të njerëzit me sukses dhe dështimit. Që është rrugtimi i tij që në fund mund të thotë fitova, e që është rrugtimi që thon në fund dështova. Padyshim se krejt njerëzit dojnë suksesin, është normale kjo punë, mirë po atë do gjykohet në fund me këtë apo jo është çështje komplet tjetër. Allahu xhallahu ala në Kur'an kur flet për njeriu të ndërlozur, kur flet për njeriu nga aspekti i krijimit, e përmend Allahu xhallahu ala si krijesë e privilegjuar. Na e kemi ndaruar, na e kemi kriju, nga ana e Allahut Allah e ka ndaruar. Po kur flet për njeriu, flet zakonisht me, domethënë, anë të errët të njeriu. Wa khuliqa al-insanu ajula. Njeriu është i nxituar, është i ngutshëm. Njeriu është ai që domthon e ka paniku shpesh, është koprac, është domthon cilësi që i ka njeriu. E dietarët kanë përmend se Allahu kur flet për njeriu nga ky ndvështrim ose s'po them këtë nga kjo qasje, domthon nuk është për me edhe çmu njërin. Kur Allah thotë njëri për shkak është i ngutshëm, frikacak, është domthon është që ka frikë nga varfënia, ka pracë e tjera që ka çështje shumë të Kur'an, nuk është për me qortu njërin, nuk është për me nënçmu, as për me përbuz. Por është për me e vedisu për disa anë të errta që ai duhet me punu mi largu ato. Do në është një këshill hyjnore se këto i ki, me qëto nuk mund më ngrit. Se këto përbën një barë të ranë nuk lojnë më shku nalë. Don ti mund është veç më shtri përmes tokës, po jo më ngrit përmi tokën. Ndërsa ngritja është mbi tokën, jo domethënë në tokë. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah flet për një rrugtim të suksesit drejt përsosmërisë shpirtërore. Nga se në aspektin fizik Allah e ka përsos njërin. S'mund të domethënë me pas një sy më të përsosur apo. S'mund të pas një dorë më të përsosur. Do thonë 5 gishta pak na ishte me 10. Nga se tani është shëmtim. Apo njëri se ka një gisht më tepër, do zakonisht pengesë ose do me hek, ose më pak. Allah e ka kryer njeriu në formë më të bukur, më të mirë të mundshme, për me funksionuar siç duhet. Aja që duhet më plotësuar është pjesa e brendshme. Andaj kur flasim për përsosmërinë, flasim për përsosmërinë e shpirtit. Nga se shpirti ka anë të errta, i ka anë të ndritshme. Ose mund ta përmendim këtu edhe çështën e zemrës, që kemi folur për adhurimet e zemrës, e smundjet e zemrës. Andaj kjo është ajo pjesa që kërkon investim. Këto është betejë mes sukses edhe dështimit. Këto është përpjekja e dur për marrit përsosmërinë shpirtërore. Dhe Ibn Qayyim rahimahullah ashtu flet se cilat janë elementet kryesore që realisht e përbëjnë këtë përsosmëri dhe cilë është rrugtimi drejt kësaj përsosmërie. Dhe në anë tjetër, Ibn Qayyim ka medituar edhe gjendje shumë njerëzve se fatkeqësisht janë komplet larg kësaj qasje. Domthon nuk kanë as minimumin e investimit për përsosmëri shpirtërore. Shumica e njerëzve punojnë në përsosmërinë e qefit, përsosmërinë e epshit. Sa më shumë u kënaq, sa më mirë u kënaq, epshi i jeptë. Edhe pse kjo nuk kupton ose ka mundësi me u arrit përmes një lloji së shpirtit apo. Kjo është pastaj ajo që Allahu xhallahu ala e flet se është dështimi dhe humbja e madhe. Ibn Qayyim thot kemalun nafs, do përsosmëria e nefsit, e shpirtit, e zemrës, thot që është
i kërkuar. Përshtatshmëria jo sipas njerëzve, po ajo që është e kërkuar. Kush e ka kërkuar këtë përshtatshmëri? Krijuesi. Allah ka kërkuar nga ne që ne ta pastrojmë gjithmonë veten tonë, drejt përshtatshmërisë, drejt ngritjes, drejt lartësive. E ato që Allah ka kërkuar për neve, arrihet përmes, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, përmes dy çështjeve të rëndësishme. Thotë e para, an yasira hay'atan rasikha, që çdo cilësi e fituar të jetë e rrënjosur në shpirt, jo si përfaqësore apo momentale. Janë disa cilësi që ti duhesh mi përvetësu. Duhesh domon përmes atyre me e dominu brendshmën tone. Ky dominim nuk duhet të jetë domon pushtet tranzicional. Apo 3 vjet, 4 vjet, 1 javë, jo, po duhet të jetë dominimi i përhershëm, sa ti e gjallë. Nga se ka njerëz që për shembull në moment caktuar mund të jenë sinqert, po ka momente që nuk janë tilla. Dikush mund të jetë për shembull i devotshëm dikun, po jo i devotshëm gjithkund. Dikush mund të jetë për shembull, fal namaz i rregullt me xhamat, këtë mirë në Ramazan. Shkon Ramazani s'është i tilla. Jo, Ibn Qayyim rahimahullah thotë, kjo është tregues i mangësisë. Tregues i përshtatshmërisë apo i ngritjes drejt përshtatshmërisë është kur cilësitë e caktuara realisht bëhen pjesë e integruar e vetes tonë, të pandashme. Nuk po them që kjo nuk gabon kurrë as ka lëshim, por realisht këto janë dominante. Këto janë gjithmonë pjesë e tij. Edhe kjo është ajo që kemi thonë disa të ndërmjetësor se kur flasim për veprat e mira, kur flasim për vlerat e kërkuara, ne nuk po flasim për moment caktuar, apo për rast caktuar, apo situatë caktuar, po flasim që realisht ato më kanë pjesë e jetës tonë. Pjesë e jetës tonë. Domthon edhe me dashur me kundryshe, ka gjë e kishtir, më thënë atë. Se nuk din. Sot për shembull njerëzit kur bojnë keq nuk aktrojnë, kur bojnë mirë aktrojnë. E kjo është problem. Kur bën keq, zakonisht është çaj, din me bë mirë. Ama kur bën mirë ka aktrim. Nuk ka syfatësi të keq, ka syfatësi të mirë. Kur kush nuk bën punë të këqija, apo më është për shembull për syje për faqe. Bën për shkak për mbushjes së një kërkese fsharake. Ama kur bën mirë, ka rrezik me qenë i motivuar nga syfatësia kështu më radh. A dhe doon kjo me kuptu se e keq është më dominante, më rrënjosur se sa e mira, nga se është më sipërfaqësore dhe më formale. E njeriu që kërkon përshtatshmërinë, domethënë nuk mjaftohet me një reagim momental, me një periudhë caktuar, por ai synon vazhdimisht që këto vlera të jenë të realisht të rrënjosura në shpirtin e tij, që ato pastaj e udhëheqin jetën e tij drejt ngritjes dhe lartësive. Nuk din ndryshe apo. Ai ka thonë për disa nga dietarë, për shembull për Imam al-Uzai rahimullah ka thonë, me i thonë hajt raj 2 minuta nuk din. Koja ka problem, nga sa ndryshim sistemi komplet Allah. Ai këtë është i organizuar ndryshe. Me thonë tash hajt ti, ai ka me menu, është komplet dalë për sistemit. Çkyçja e sistemit që e ka ndërtuar për më shumë me e ka të lash atë. Nuk po më qenë se njëri ka kësi prirje, po aq është i sistemum, aq është i organizum në kodrat të vlerave të caktuara, sa që është problem me dalë për këti sistemi. Edhe do ta shpjegojmë pak më poshtë prapë këtë me shembuj, por kjo është e parë. E dyta thotë an yakuna sifat kamalin fi nafsihi, që cilësitë që i përvesën besimtari, ato që i arrin besimtari, të jenë të mira në vetën e tyne, jo për shkak të rrethonave të caktuara. Apo kuptoni çfarë? Për shembull të ndërrohet zafon. Pasuria, a është e mirë vetvetiu, pavarësisht rrethonave, apo rrethonat e përcaktojnë a është e mirë, është e keqe? Rrethonat. Nëse i dorëdhënës që kështu, do rrethonat e caktuara apo nëse e keq përdor, nëse fiton halal, mirë, nëse fiton haram, apo çështot për shembull, pozita është, më thon, asnjëse. Nuk ka ndonjë gjykim para prak. Po bazë rrethonave, pastaj ka pas Hulefa ur-Rashidin, që në trashëgimit pejgamberit alayhis salam me pushtet me halife, apo ka pas pastaj çon pejgamberi gënjeshtare martuese me të njëjtin po mënoj pozicion, me të njëjtin cilësi të fituara apo. A ka disa që janë, domthon në vetë të mira apo, në vetë të mira apo. Për shembull, devotshmëria. Vetë është e mirë.
Devotshmëria nuk përcaktohet për shembull në bazë rrethonave e mira ose keqe. Po flas kur devotshmëri. Dikush thotë po nëse ka sifat sa devotshmëri më afër. Apo se për shembull nëse njëri po e fiton parën haram, apo bëhet falsa? Jo s'bëhet falsa, origjinali është apo. Atë parë të pa haram. Ama devotshmëria është devotshmëri ose s'është devotshmëri apo. Pa në vetën e saj është e mirë. Dituria për Allahun, për pejgamberin, vetë është e mirë. Pra me ditë për Zotin te barekutaala është e mirë nëse mirë është apo. Është Ibn Qayyim rahimahullahu thotë parasmëria ndërtohet mbi përvetësimin e cilësive, veprave, vetive, virtyteve që në vetë ty janë të mira, në esencë të mira, që është baza dhe bëhen pjesë përbërëse e integruar njeriut e vazhdueshme që krijojnë sistem veprimi të jetësor atë. Kjo është kogja e pasur të nervozë. Kogja domethënë sa, me kuptu drejt atë. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, fa in lam yakun kadhalika, nëse nuk është kështu, atëherë nuk konsiderohet përgjithësi. Tash nëse ki për shkak mundësi me arrit në fusha të caktuara, ndoshta majet e suksesit në dunjë, mirë po, nëse e kthyr ajo që ka arrit, domthonë, a është e mirë në vetën e saj apo përcaktohet në bazë rrethonave, atëherë domthonë, nëse përcaktohet në bazë rrethonave, e që kjo është baza e ndërtimit ton, atë nuk është përgjithësi. Domthonë, me pas virtyte të caktuara ose arritje të caktuara, pastaj me fut në rrethana të mira, ose kërkuar sigurisht të bëjmë pasuria, dituria kështu me radhë. Mirë po, jo ato me kon baza, esenca, jo me kon që ato identifikimi i suksesit tonë atë. Jo. Po identifikimi i suksesit tonë dhe i përsoshmërisë shpirtërore matet me përvetësimin e cilësive që në vetveten e saj janë të mira ato. Kjo vini sham me të keqen për të kuptuar të mirën. Se ka domthon kur e përmend të keqen, me ta qartësohet edhe më shumë e mira. Për shembull të ndërvë zapa. Shikimin haram, a është haram? Po, apo më. Po, shikimin haram. Po a mund të bëkon halal për shkak të rrethonave? Mundet, me shikut fejumen, apo më. Zinaja është e keqe, a mund të bëkon halal e mirë për shkak të rrethonave? Kur? Ajo është në vetë sa e keqe atë. Nëse shikimi është bë haram për shkak të kësaj të keqes. Nëse ky shikim nuk është më i rrezikum me qenë zina, nuk ka më problem apo. Apo kuptoni çështu edhe të mira janë. Ka të mira që në vetveti të mira, po ka të tjera që çojnë tek ato, po mund mos me qujtë ato. Ibn Qayyim rahimahullah po thotë, nuk duhesh ti me u ndërtuar mbi bazën e ato që janë mjete, po mbi bazën që janë qëllimi, janë të kërkuara vetvetiu. E që ato qëllime të shpinë të qëllimet më dhura apo. Nëse ti tani jeton sillet me mjete, apo kur s'ki më arrit apo? Kur s'ki më arrit apo? Ata bini shembull konkret për mana por më do ilustrativ ma më rënë që këtu më me shërbjom. Për shembull të ndërrua. Nëse kemi një ushtri, edhe pajisët çdo ushtar, edhe kombet ushtria, apo me armatim më të sofistikuar, me tinka, me këtë çka duhet, apo. Edhe këtë pajisë me armatim, këtë kry, apo. A mundet mas armatose së ushtrisë, apo? Gjenerali me shpall fitoren e luftës? Jo, është mos me shpall. Armatimi është për betejë. Po jo tregues i fitores, është tregues i pjesëmarrës në betejë. Tani këshyrëm na, është funksionale, të organizuar kemi mik, fitoria është të tërkon ato. Apo kuptojnë dallimin mes mjetit edhe, do qëllimi është me mujt armikun. Këtu janë tani mjeta apo. Po nuk mund me shpall fitoren në betejë veçse në armatos. Tek ma vonë ka me shpalla. Fitoria mbi armikun, vetë është sukses në vetë. Për shembull, nëse dikush e ka fituar me një armik, e ka dëbuar. A thonë ju sta nxjem, edhe një herë do të më luftu se s'ke pas si kaq pushka. Ç'më rëndësi më mjetë ato. Unë e kumujt, ai ka dëbu, a ka ik, a ka mashtu, çka kumo për një herë është apo. Më rëndësi është që fitoria është arritur. Andaj fitoria është qëllim në vetë, mjetet janë relative. Mund të jenë, mund të mos jenë ato. Ama kur njëri mjetet e shndron në qëllime të caktuara, edhe në bazë e shpall arritjen përsosmërinë fitoren, që to dështimi apo. E ka njerëz që e shpallin fitoren para kohës. Momenti kur i bën të cifra të caktuara numerike, thotë i suksesshëm. Ku e dente, tash tek qyrim na është i suksesshëm, mos i sa hapën. Arrin pozitë caktuar për shemb kryetar, ministër, kryeministër çdo kuft, i suksesshëm se ja.
veç ulja në karrikë aty nuk është fitore. Qasja pastaj përmes të pozicionit është tregues a kemi fituar apo s'kemi fituar. E çtojnë dallimet mes, konceptet të përsosmërisë shpirtërore që e ka Ibn Qayyim dietor dhe shpallës së fitore të parakoshme që tjerë ti bujnë, pavarësisht për shembull shpirti, zemra, e njeriu ku është apo çfarë funksionesh ka. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullahu. Andaj nuk i takon, nuk është e hijshme para që kërkon përsosmëri shpirtërore me u gjetë në mejdan e garimet e ata që mjaftojnë me mjete, si përfaqësore dhe formale. Thot edhe nuk është e hijshme për atë i cili kërkon përsosmëri shpirtërore apo me këto kuptime që përmend dy që të zhgënjet apo të shprohet në rastin kur diçka pi mjeteve i ka thënë. Sikur se ceka rastin e kësaj apo betejës në luftë. Ka fitu, vënë është liru, marrë ku ka ik, edhe më thon po mbien zhega apo thonë që domthon diçka caktu me qysh edhe që të armë sa pata. S'ki çka mu, u kry, fitoj apo. Me ti qëllimet e tua po ecën apo. Atë besimtari garon në mejdan e këtij kuptimit të përsosmërisë. Edhe nëse në këtë mejdan diçka i ik apo nuk arrin, çfarë mërzitet. Por jo ato që s'kan bëjmë me pjesën e garës fara ato. Prandaj se lejhet mërzit për namaz ti ku me xhamat. Se në mërzit për shkakun për në çfarë që i ka ik për dunjë, se ka vënë kompenzohet e vjen. Ama kjo është pjesë e rëndësishme se kjo është ajo që më plotson, e kjo është ajo që më pastron apo. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimullah se wa dhalika. E kjo, kush kjo? Çka përsëria shpirtërore e ndërtuar mbi këto dy baza të rëndësishme. Apo që cilësia virtyti të jetë në qëndësinë e vet i mirë dhe i kërkuar dhe të bëhet kjo pjesë e integruar e shpirtit dhe zemrës tonë, jo formale, por rëndësore dhe qëndësore dhe vazhdueshme, apo thotë kjo Ibn Qayyim rahimullah nuk mund të bëhet ndryshe. Tash e pam shpjegimin e përsosmërisë, tash Ibn Qayyim rahimullah po flet për rrugtimin drejt kësaj përsosmërie. Thotë kjo përsosmëri shpirtërore e kërkuar me këtë shpjegim që përmendëm nuk mund të arrihet ndryshe. Asesi nuk ka mundësi të përveç se nëse e njeh Allahun xhallahu ala dhe adhuron. S'ka tjetër. Në këtë tjerat realisht pastaj janë këtë ansore, janë këtë parancishme në qoftë se nuk është kjo bazike. Njohja Allahut xhallahu ala me njoft ato që është i vërteti, është hak Allahu te bareke ve taala, i cili thotë Ibn Qayyim rahimahullah ose pa të cilin nuk ka rahati, nuk ka sukses e nuk ka përsosmëri. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, krahas njohurisë duhesh domthon që njeriu të jetë i kthyer apo ta synën Allahun gjithmonë. Don këto janë tash këta janë përbërësit e këtij suksesi, e kësaj përsosmërie. Njohja e Allahut i kthyer ka Allahu gjithmonë, domthon veç kënaqësinë e Allahut e kërkon, veç shpëlimin e Allahut e kërkon, asnjë shpërblim, asnjë mirënjohje nuk i bën përshtypje në qoftë se rrezikohet mirënjohja dhe kënaqësia e Allahut te bareku teala, apo thotë dhe e ndjek rrugën e duhur për të arritur kënaqësinë e Allahut te bareku teala. Këto janë tre elemente kryesore që realisht janë treguesit a je në rrugën e duhur apo jo. E para ishte se njëri duhet më përsos, përsëri shpirtërore të mëshme. Me kërku përsëria po flas në nivel njerëzor se ajo absolutisht e kon Allahu te bareku teala. Po kuptim njerëzor të jetë i pasuar vazhdimisht. Ajo arrihet me dy që përmena, apo dhe treguesit se je në rrugën e përsëmirjes është kur njohja Allahut azza wa jall. Gjithmonë synimi i kënaqësisë Allahut e shpëlimit dhe ndjekja e rrugës që shkon çtop. Nuk mundesh domthon me arrit përsosmëri shpirtërore, domthon nuk je në vazhdimsi i përkushtuar që këtë angazhimit, këtë përpjekje të tjetë e përkthyer në sevap. Andaj të ndërrua njerëz të mëdhenj histori që ka folë Allahu për ta, pejgamberët e Allahut, pasues të pejgamberëve, njerëz të mëdhenj si sahabët e tabiin të tjerë, a keni pa. Domethënë suksesi i tyre është marrë me sevape. Sikur se sot matet me parë, sikur sot matet me pozitë, matet me pëlqime që mund të ketë dikush në rrjetet sociale apo ata e kanë marrë me sevape. Edhe në momentin kur
kanë mund me fitu ma shumë sevape, e kanë bo vepër, po kanë fitu ma pak, jenë mërzit. Një sikur se bojnë kjo pala tjetër, po ta është ta në drejtim tjetër. Në drejtim tjetër. Në kur e kanë dëgju Ibn Omeri hadithin e kiratit për Uhudin, sa kohë Uhudit që do në sa sevape ka me falë gjenazën, sa mërzit. Sa mërzit. Mërzit për shkak se ka unë që kjo më hyrdor para isha shku në 2 drejtë më lart. Apo isha shku në alama ofër Allah te barekuhu teala. Që kjo bëhet ashtu një me ti. Njëri suksesshëm të ndërrodhur që synon për sosmën shpirtërore, që kjo bën nga ti. Që kjo është gola ti. Edhe gjithçka që ka këtë rrugë, që ka mundësi me e zbrit, me e pengu, me e ngadalsu, ai është i gatshëm me pagu çmimin e eliminimit apo largimit të kësaj pengese. Gjithçka që e lehtëson këtë ngritje dhe këtë përsosmëri dhe këtë pastrim shpirtëror, që të kthehet tek Allahu më fuqishëm, është gatshëm me pagu nga se kjo qëllimi i në jetën e vet. Tash kjo është shumë lehtë me thonë edhe me dëgju. Po me përkthy në strategji jetësore edhe në përditshmëri e tij është kohë problematike. Kohë veçanërisht në kohën tonë të materializmit të egër që na ka rrëmbyer nga gjitha anët. Prandaj të ndërrua vëllezër, ky meditim duhet me kohën e meditimiune. Kështu që ka meditu Ibn Kaimi duhet na me medituar. A do me kohën i personën? Edhe duhesh me kohën. Duhesh me kohën ambicioz. Përsosmëria jote a bën fjalë me dheun, a bën fjalë me lartësinë. Me çfarë bën fjalë? Po fjalë me lartësinë, dhe për ne është veç me shkelmi ta. Sot jemi gjallë ato. Tjerat njëri me lartësi ato, nuk jeton me dhë ato. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, "Wa anta atada dhalika." Njohuria edhe ta bën zakon këtë që të bëhet, domethënë, që të bëhet mënyrë e jetuarit. Që kjo të jetoj me Allahun. Njeriu me jetu me Allahun te barekuhu teala. Me jetu me Zotin xhalla xhalu. Synimi, projektet keqa i ka të orientuara në ngritje ka Allahu te barekuhu teala. Që kjo është esenca, që kjo ngritja. Thotë Ibn Qayyim rahimullah pastaj, "Wa ma ada dhalika." E përveç kësaj, që ka të bëjë me njohurit, që ka të bëjë me synimet dhe me veprat dhe arritjet, dhe përveç kësaj, tash po njëri ka në këtë dunjë edhe njohuri tjera, jo që për Allahun, njohuri për shkencë, njohuri për këto janë të kërkuar, të mira këto. Po tash këto janë të nivelit dytë. Çu është niveli dytë? Këto tash a kanë me qenë pjesë e historisë tënde të suksesit apo jo, varet nga rrethanat që kanë me rrethu, edhe synime për shkak i përdor, apo varet. Nëse ka mundsi njëri, domthon me pas njohuri të mëdha shkencore, po shkon në xhenem, se ka bërë sherr, e ka mohu Allahun xhallahu ala kështu më radh, apo mandaj thotë më kaimi, "Wama", që kjo është baza, esenca, njohja Allahu xhallahu ala, edhe ato tri që përmana apo. Tri që përmana. Njohja Allahut, kthimi i vazhdueshëm ka Allahu, duke kërkuar gjithmonë shpëlimin e tij, kënaqësinë Allahu xhallahu ala dhe ndjekja e rrugës që mundson këtë. Tri. Dhe e katërta të bëhet pjesë e jetës, mënyrë e të jetuarit jo formale, jo momentale dhe periodike. Ndërsa ma ada dhalike, përveç saj, njohuritë e ndryshme, qëllimet. Njëri për shembull ka qëllim tash në jetë, ka qëllim me kon profesor, ka qëllim me kon për shembull i suksesshëm në biznes. Ktu këtën tash nën këtë kul. Kul bajnë ato çaj, nën këtë kul. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, "Fa hiya baina", tash këto sillen, këto tjerat sillen mes asaj që domethënë nuk të bëjnë dobi, nuk të plotësojnë, ka mundësi edhe të dëmtojnë. Veçanërisht nëse bëhen mënyrë e të jetuarit edhe synim i kërkuar për të arritur ato. Këto të ndërozën nëse çto fund njërit. Nëse njëri krejt çka din në dunjë, krejt në dunjë, i din disa elemente kimike, apo i din disa rregulla fizike, i din disa ekuacione matematikore, i din disa për shembull ligje të caktuara, krejt çka din çka din apo. Sa një Allahun, qëllimin e krijimit, nuk din ku po shkon, apo ç'ky apo. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, që kjo është domosdoshmë ndërtimi i jetës. Kjo nuk është përsosmëri mo, kjo nuk është mo sukses, po kjo është pikërisht mund ta përmend unë si koment, kjo është të ndërruar vëzër me kthy pushkën kundër vetë. Te ka pa Allahu një mjet fuqishëm që me të ke mujt shumë ngrit nalt, ja ke kthy vetvetes edhe ke mbyt brendin tonë pikërisht me armën që te ka pa Allahu ti me myt armikun ton. Allahu xhallahu ala ka mësuar me njoft ligjet e natyrës, e kosmosit, e shumta ligje shoqërore, shkencore, natyrore të lloj-llojshme që me ndihmu në këtë rrugtim e tij të përsosmërisë shpirtërore. Një çka ka bëu, mëse mi përdor në këtë rrugtim, i ka vendosur në tjerë binar,
përfitu diçka të shkurtër në këtë dunjë, qoftë në mënyrë drejt apo pa drejt, megjithatë këtu ka qenë fundi komplet jetës së tij. Komplet fundi jetës së tij. Andaj është fatkeqësisht për më është dëshpëruese që një njeri me qenë vazhdimisht në prekje me argumente Allahut Azza wa Jall e këtë mi po veç Allahu një hapë. Allah është të mërshë. Këtë ishe, veç Allahun së shapë. Veç nuk eshe gjenetin, nuk eshe. Këtë ishe. E prek argumentin Allahut e qka eshe? Eshe famën e ti. Eshe parën, so ka me fitu. Eshe knacin, e pshalloke. Këtë ishe në argumente Allah Gjallahu Ala. Ama veç Allahun nuk eshe hapë. Që kja je me kuptu se është i mangët, është i cekët. Nuk është ngrit, nuk ka depërtu për tej, do më thonë, mbështjellësit material të kësaj dunjoj, apëtën. E kjo është padyshim dëshpërues. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë: "Wa amma al-fadail al-munfasila." Ndërsa të tjera që janë të shkputura nga këto, nga kush? Domthon dituria, qëllimet janë brendshme. E këto e pam, cilat janë në shërbim të përsosmërisë, e cilat mund të jenë, po mund të mos jenë. Apo kuptojnë këtë përshkallëzim? Tash Ibn Qayyim rahimahullah po del jashtë njeriut. Thotë se për këtë tjera që të ndora për ti, sikurse për shembull pasuria, sikurse për shembull, thot Ibn Qayyim rahimahullah, makina, mjet transportues, merakip, në të po kanë kafshë, po tash kemi tjera mjete transportuese, thot banimet, autoriteti dhe pasuria. Këto pesë janë zakonisht në dunjë. Pesë. Don e ki veshën, e ki mjetin, kerrin apo është banimi, është pozitë edhe paraja. Këto pesë janë tash jashtme. Thot Ibn Qayyim fatilka fil haqiqati awarin. Këto në realitet janë komplet, domthonë me qira. Kur tuja të ti kam dikush me qira, deri sot vjen kuha me ti marrë. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, pastaj në meditim, thot kur vjen me ti marrë, apo nëse komplet suksesi yt, këtë jeta jote ka qenë e lidhur me të, shkputja për tyne çka përdhan? Dëshpërim e zhgënjim maksimal. Për dhejmë për të parit, apo. Besimtarit të ndërrullë vëllezër, kur të vdes e ndahet nga pasuria, ndarja ti, a është mërzia o gëzim? është gëzim, nga saj që ka me pa atje, u kry, mesole, e kom përdor, u kry, apo. Pozita, këtë që ka apë. Ndërsa i tjetëri, normal, ka me pas dëshpërim, për ndonjë e ka dëshpërim. Dhimbje të madhe, nëse ka qenë i lidhur komplet me të, edhe e ka ndërlidhur suksesin, disponimin, përjetimin komplet mbi bazën e faktorëve të jashtëm. Nga se të ndërrullazër, nëse njeriu e ka lidh komplet suksesin e tij me diçka që është jashtë vetes tij, domthonë i bën që me diçka që nuk është e tij. Për shembull, të ndërrullazër, një uri që ki për shkenca caktuar, po. A rrezikohet me t'i marrë dikush nëre? Kur? Ti mund më mësu, për shembull, 10.000 njerëzve një mësim apo më. Sa më shumë mëson, ti mëson. Përdor, shpërnda dije, ti prapë të dishëm. Me parët nuk ka çështo. Me pozitë nuk ka çështo. Por ti mund të më thonë që unë kam një pushtet e konfitu, jena 4 shok. Tash e dojmë. Një javë ti kryetar, s'mund më komë njëun, nëse do më do. Apo. Nga së është jashtëm, ose ta marrin apo. Ibn Qayyim nuk po thashë se këtu është problem. Po këtu janë mjete të rëndësishme, po është problem nëse ti e mos suksesin tën, edhe pastërtin, edhe arritjen tonë vetëm me çito. Që në çdo moment dikush ti marr. Ti marr Allahu te barekote, do të mjetën, i ke përdor amiko. Kur jet pa to çka bëhet? Të ndërru vëllezër, sa njerëz sot kanë autoritet për shkak të pasurisë, veç më marr parë apo ai qyr dikush më? Kur vëllai. Kur si qyr dikush më? I qyr pse ka? Veç ato më marr. Mbeten, domthonë të parëndësishëm dhe pa pikë vëmendje për dikujt. Ka njerëz që kanë pas pushtet. Sa njëri mas ti, sasën. S'ka më pushtet. Ai thotë dikush mirdita? Kërkosh as mirdita si thotë kërkosh apo? Nëse çto këtë ke pas suksesin ti. Këtë arritje të ka qenë qëtu, edhe që ka shku, që kemi jetë ashtë, ai kjo është më nësi që kjo është jeta, një e kemna, s'kem 10 jeta.
Është më rëndësishme me kuptuar çka e orienton dhe çka organizon jetën e tij. Merre me banë, merre me në tërmet Allah rrit, investimi 50 qarë shkon apo. Apo kur të mua bëhet po çfarë? Na duhet më ndërtu, e më fitu, padyshim. Po çka po them? Jo me kona një simatse e suksesit edhe komoditet. E fitum të, jo. Tek që tërë fillon betejë e jote. Tek që tërë fillon rrugtimi drejt suksesit. Andaj, thot Ibn Qayyim rahimahullah, se nëse njeriu i mirët kjo, realisht në vend saj mbushet dëshpërim, edhe mbushet dhimbje, edhe mangësi të vazhdueshme. Njihet i papërmbushur kurse ka që ta. Njihet i papërmbushur kur nuk ka që ta. E kështu me radhë. Ke pa njerëz për shembull ndihen të përmbushur kur gëzojnë autoritet. Kur si thot dikush, që urdhna, që rruga, nuk ka domethënë respekt caktuar, njihet i papërmbushur. Besimtari se ka përmbushje në dorë të njerëzve. Kur ata donin e përmbushin, kur ata donin e zbrazin, jo kupton. E ka dikun tjetër. Me ka pas nga dietarët e hershëm që posa ka bu famë në vend e ka ndruar vendin. I ka pengu, ka thonë, për shkak diku s'm gjej kurkush apo. Për shkak se përmbushjet i ka qenë me nga tjera burime, jo nga qefet e teket e njerëzve. Andaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, "Falyatadabbar man yuridu sa'adata nafsi", let mendon mirë, kush don lumturinë e shpirtit dhe rahatin këtë pikë më rëndësi. Çto më merituar. Nëse të mirët çka bëhet ato? Nëse jetë për të çka bëhet ato? A ka më si me ta morë dikush? S'ka, ka ose s'ka. Ti këqyra për. Qysh ka honi betejë me rahimullah? Çka në të me muafë? Unë knatësin e kom rena morëm. Nëse doni me moralisht me më thy, nëse doni me më zhgëny, me më friksu, ose pa mundshme, se burimi i sigurisë dhe i knatësisë se tim është mrena, apo mrena. Është me mu ku të që të shka jepta. Ndërtimi brendshëm. A dikosh jo, dikosh ka t'jashtën. Si të privohet për kësaj, sikur që e përmena, jetë ati shëndrot në gjehna. Thot Ibn Qayyim pastaj, me dhe këtë pikë thot se kjo është më rëndësi, nga se shumica e njerëzve, thot, përpjekën, mundon, japin mund, me i largu dhimbjet shpirtënore, me i largu ngarkesa shpirtënore, nëse realisht mundi ty në është në të kundërt në qëllimit ty në. Ata qëllim kanë rahatin, ata qëllim kanë qetësinë shpirtënore, por aktiviteti ty në është në të kundërt në qëllimit. Aktiviteti ty në është në shtimin e dhimbjeve, në shtimin e mjerimit, në shtimin e ngarkesave, në shtimin e armiqësive, urrëtieve e kështu me radhë. Atë prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, "Faladhatuha", me di se kënaqësia e shpirtit është sa arrihet e para. Njohja Allahut, kthimi ka Allahu, ndjeka rrugës Allahut xhalla xhelalu, thot edhe realisht dhimbja e shpirtit dhe mangësitë e shpirtit janë varësisht nga mangësia në raport me ato të parë. Thot andaj Ibn Qayyim rahimahullah, "Wa mata adima dhalika wa khala minhu", njeri kur jetë pa çeto, sa më tepër zbrazët nga njohja Allahut, sa më tepër varfënohet jeta aty në kuptim të ndjekës rrugës Allahu xhelalu ala, thot domthon atëherë njeriu shkon duke u dobësu. E interesant Ibn Qayyim rahimahullah kujt edhe dobësim. Thot atëherë fuqia e vetme e tij mbetet trupi dhe nefsi. Epshi, apo nuk ka fuqi shpirtënore mo, morale, nuk ka fuqi të besimit mo. Kjo është esenca e fuqia reale. Fuqia vetme që ka i mbet, fuqia ndoshta e muskujve, ndoshta fuqia e trupit, fuqia e epshit, epsh ka. Po, fuqi të epshit ka, po fuqi të besimit nuk ka. Thot atëherë thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot me të cilën fuqi krejt çka bën, këtë fuqia që ai e përdor është me hongër, me pi, edhe me plotsu kërkesat e tjera të epshit apo. Thot për shkak të kësaj domethënë hidhrohet për shkak të kësaj kënaqet apo. Mirë po, do të fundit me këtë fuqi të demonstruar për të arrit ushqim me pije epsh, thot nuk ka kur favlere. Për shembull të ndërvozur, a mund njëri me u vlerësu për shembull ka qenë shumë i suksesshëm, i hajke ka 30 hamburgerë në ditë. Jo, ka konaj, të prim. Prandaj, do me thoi me Qayyim rahimahullah, nëse e ushqen forcën e psharake,
dhe me jeton me forcën e psharake, sado që je I fuqishëm këtë aspekt, apo kur fa vlerë s'ki apo. Vlera nuk arrihet me këtë. Fuqia arrihet me forcën e besimit, edhe adhurimit, jo me forcën e posedimit edhe shfrytëzimit edhe shprenimit apo. Madje thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot nga se kjo forcë është e përshtatshme për kafshët, jo për njerin apo. Jo për njerin. Forca e psharake, forca e trupit, apo kujt rën më mirë apo? Kafshës a njerit apo? Kafshës. Njeriu cila forcë rën gati, I rën mirë, tamam. Forca intelektuale, forca e mendimit, forca e, komunikimit, forca e vlerave morale. Me çet forcë ti je I fortë. Çfarë je I fortë? Nëse forca jote që realisht manifestohet në ushqim, dëfrim, në argëtim, në epshë këtu më radh, s'është kjo forcë, nga se kjo është forcë I përshtatet më shumë kafshëve, jo njerit apo. Dhe kafshët garojnë me këtë forcë, jo njerëzit. E që fatkeqësisht sot njerëz garojnë këtë forcë, po. S'është ajo në shërbim të përgjithshmisht shpirtëror. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, sado që nga kjo forcë mund të arrish, dije që gjithmonë ka më të forcë të japën. Nga kafshët që hajnë më mirë, apo madje edhe në kuptim e psharak, kanë mundësi shumë më të mëdha, se kanë me dhjetra përpara që kryejnë marrëdhënie shtazarake, pastaj pinë, po edhe të fortë në luftim, në ballafaqim, në kuptim fizik, krejt këto që realisht arrijen përmes forcës e psharake dhe trupore, dije se je shumë I prapambetur, je shumë poshtë. Sot që ti je suksesshëm, me skejitash në garë me një botë tjetër, kur s'ki me qenë e përsi jetën. Kur s'ka me qenë. Njeriu të ndërvozër, sada që mund të I fortë, apo nëse forca ti kryesore është forca e trupit dhe epshit, ai realisht nuk po do me konkuru tash në përshmërinë shpirtërore që përdoret. Ai po do me konkuru në botë tjetër. Ajo botë ç'është? Bota e kafshëve. E atë ndonjëherë njeriu ka mundësi me arrit çastë superioriteti të forcës së tij, që këtë kafshën poshtë, pa mundësi më ashtu. S'ka mundësi atë. Në çfarë do më doja të më shumë? Sot më hongër një mish. Shan shumë. Kaçi, pa arritshëm janë, të pa arritshëm janë ato. Sot që mund të keni fort. Ai, ki kafshë të mëdha apo që me një goditje, jo një njeri po. 10 çastë të fortë, I eliminon ato. Andaj bëjë I fort me çka të kohije, me çka të kohije. S'të kohije me koni fort, forca e tij dhe fama e tij kusht, me një kerr që shëtit udhë dhe bonjour më. Që kjo është ide tjetër. Po në motë. Me çsi forca smatet kalja ato, nuk matet njëri ato. Ose ma forca e tij kryesore është me ushqim përpara foto që hajmë natë. Kjo forcë hyjvani ato. Nuk ka forcë insani ato. Ose kuptim epshit kamerat. Nuk të kohije kjo forcë tjetër. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah në fund thotë fa kamalun tusharikuka fihi al-bahaim, thotë një përsosmëri që të konkurojnë te kafshët nuk të bën erë ty atë. Një përsosmëri që të konkurojnë kafshët, madje jo në përsi ndaj teje, edhe shumë para teje, thotë nuk është që të bën erë. Edhe një çështje në fund që ka pranë dhe mendoj që kjo është sinqerisht goditja e fundit e këtij mentaliteti e psharak, thot Ibn Qayyim rahimahullah, nuk I mundësi me u kalu kur, nuk I mundësi me u kënaq si ata kur, kuptim të domethënë shfuzimet e epshit në shumë aspekte, thot mbi gjitha ata ngordhin dhe s'kan përgjegjësi të vdes e përfundojnë kënaqësitë e vazhdojnë me përgjegjësi atë. Në as të dunjos se ka rrit kur gjë, edhe kur dilsh për te dunjos, çka ti aty? Ti atë me dhon llogari për çdo forcë të shfrytzuar në raport të ngopjes dhe përmbusjes e psharake. Nëse ata çka kanë bë, loni hanë pin, apo bën marrëdhënie, është mbreti I kafshëve në kuptim të autoritetit, kur ngordh loni, a vin me lajkën varr me vet, apo? Jo. Me ta çfarë përfundon? Ai fillon me epsh dhe përfundon me epsh. Nëse njeriu nëse fillon me epsh, apo nuk përfundon me epsh, po përfundon me llogaridhjen për Allah të mënduar. Në këto dallime, ti ke më dhënë përgjegjësi për Allah të mënduar.
E nëse krejt që ki me vendosë për Allah të manum, është që ke hongër e që ke pi, e sa në pushime ke shku, e sa kënaci ke përjetu. Keto që ki me qitë për Allah të manum, fatkeqësisht ato nuk ka arrit me u gjyku asnjë njeri, musliman si musliman. Nëse çto e ka funin, atëherë ka tjera që janë, sikur të thash, shumë më të fuqishme dhe shumë më të përmbushura se sa që ka mundësi me kon njeriu. Andaj një duhet me tutën ndërvëzër se çysh më ngrit, ka më ngrit. Rruga domthon ka shkon për të smëria e tij shpirtërore me çka ndërtohet, me një fjalë jeta jote me çka ndërtohet. Me kë po garantoj apo? Shumica njerëz fatkeqësisht sot garojnë gara të shtigjeve të kafshëve, jo gara të shtigjeve të njeriu apo. Fatkeqësisht në çato gara ku shumë njerëz janë, që aty garojnë kuajt, garojnë tjerë sana. Ama shtegu që Allahu e ka ndërtuar dhe ka kriju për njerëzit me garunte, pa konte. Veçën kuën tonë, për para ka pas më shumë, ama në këtë kohë pa garuz ka aty. Po çata në garuz rral. Çata në garuz rral. Çata në tamam ata që çdo hap që e qesin drejt qëllimit është në favor të ngritjes dhe shpëlimit të tyre. Vrapimin e çfarë shtegu atë është vallahi lodhje, është dështim. Pikërisht, qysh Allahu xhallahu ka thonë, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ibn Mesudi ka thonë, nuk ka ajet më të frikshëm se që ka ata. Që është ajeti më i frikshëm. Kësë flet për detajet e denimin. Jo. Kësë flet që gjehnemit ka mu denu, se ka ajet e tjera më të frikshme. Po kjo është ajeti më i frikshëm. Pse? Se flet dhe më thonë për një dështim të pariparueshëm që njeriu ja shkakton vetes në këtë dunjë. Kul hal nunabbiukum thuaj, a doni më tregu për më të dështuarit a'mala. Pse s'ka thënë Allahu më të dështuarit në fjalët e tyre? Po në veprat e tyre. Ka se këta kanë pas angazhim, këta kanë pas mundim, këta kanë pas vepra, këta kanë pas arritje. Kanë pas, sikur se thotë në surën Gashi Allahu xhallahu ala, wujuhun yawmaidhin nasiba. Fytyrat lodra, ata transkapitur i ka lodhur dunjaja, ata kanë gajt, nuk është të lodhur ata, pak kanë flajte, shumë kanë punuar, këtë kanë bu. Me pa çka funi? Tasla naran hamia. Përfundon një zjarr të ndezur fort. Andaj kul hal nunabbiukum, a do më ka thënë kush i dështuar? Që ka vrapu në shtek të gabuar, ka vrapu në drejtim të gabuar, e ka humb vlerën e jetës, s'ka vrapu atje ku çdo hap kishte me qenë në favor të shpëlimit të ngritjes. Kush ata? Alladhina, ata të cilët dalle sa'yum fil hayati dunya. Çka dalle sa'yum? Ja kanë huq vrapimit apo. Sa është me ngajt? Apo është saj vrapim? Që ta sa fa më çka thon saj, se ka vrapim aty, ka ecje. Andaj angazhimi i tyre, saji i tyre, vrapimi i tyre ka qenë dalle, ndalalat. Ka qenë i huqur, don kanë ngajt pikërisht për këtë po kuptimisht po e citoj, domthon në temën tonë. Kanë vrapuar në shtigje të gabuara. Kush ka thonë me ngajt të mërllapë? Po këtë s'është gara. Nuk ki mu shpërblim për qëto, ti mush me ngajt sa dush, po jem lodhune, po ti ke mujtë edhe me lodhë, edhe me dek këtë shtek, po s'ka këtë shpërblim. Gara këtë po matë, apën. A din sa është të keqe me tonë të gjykimi që ke varpun shtetë gabum, Allah, apën. Po ka pas shumë njerëz, po të sinkon sportistat e kërkum, sinkon dhe pjesë e garës, veç apën. Andaj tjetë përresia, tjetë keqardhja, edhe në fund të punësia. Andaj kjo është meditimi i rëndësishëm me menu njëri se ka po varapon. Do më thonë, në cilin shteg është duke ecë. Gjdo dit, me shiku se aja më shtegun e duar, në shtegun e njohjes, në shtegun e orientimit, e në shtegun e, do më thonë, vrapimit. Pse vrapimi hapa t'i bën, duar që e ceka në fillim autoria që ka thonë i Ibn Rahimullah. Prandaj të vëzër, duhet me insistu në vazhdimsi që me përvetësu cilësi që në vetë e tyne rrejt kam përmbajtë shëndetësore, kuptim të mirësisë. Në të mira, si thash, lituria për Allahun, për pejgamberin, apo pastaj adhurimet e shumta, namazi, devotshmëria përgjithësisht e tjera me radhë. Ndërsa ato që mund të jenë edhe të mira të këqija, ato tash me fuqinë e të parës, me e orientuar në shërbim të parës. Njohuritë, qëllimet, çdo qëllim lihet me kon. Çfarë ki? Qëllim me kon për shembull i suksesshëm, i ngritur, i shkolluar në rregull jemi, por duhet të jetë në koordinim me
qëllimin final që garanton përsosmëri shpirtërore. Vallahi çdo sukses në jetë i cili domthon sjell njëllosje të shpirtit, ngarkesa të shpirtit, fuqizim të epshit në disavar të fuqizimit të mendjes e të besimit, është huqje o dështim, çfarë do emri që të ka? Çfarë do emri që të ka? Prandaj qëllimet tona, po mendimet tona, dituritë tona, arritjet tona, të gjitha në koordinim me ato final që i thaj Ibn Qayyim rahimahullah kemalun nafs, përsosmëria shpirtërore. Çdo sukses që arrin, do të më shiku, a janë shtu adhurimet e zemrës dhe a janë dobësu smundjet e zemrës. Çdo sukses që fuqizon smundjen e zemrës dhe dobëson adhurimet e zemrës, nuk ka sukses. Jeni shtek gabuar, dhe në shtekun e duhur nga se me këto binar kemi shkuar ata të huqurit e dëshpëruarit maksimalisht ditën e gjykimit. Allahu na lut nga ky zhgënjim që Allahu sikur të thotë surën Zumar, wa bada lahum min Allahi ma lam yakun yahtasibun. Kom ju dal tek Allahu te bartëra, domthon huqja e madhe, zhgënjimi. Domthon kanë me pa çka kanë hub me këtë vrapim në shtekun e gabuar deri në atë nivel sa që as hesab se kanë bë. As ka mundë paramenuse që kaq shumë kanë mujt me huqja. Nëse ke njerëz që kanë thonë urime suksesi, urime arritja. Njerëz kanë thonë po, paton Allahu xhallahu ala, nuk mundesh ku rahat me kono. Ne që kemi detyrim është shumë i rëndësishëm, edhe në fundit po them prapë të vëllezër, mos më përsit, po sinqerisht për më rënjos më tepër një sukses që një kafshëm nuk on manal se te, mendoj që nuk të bën erë. Po me vrapu në shtigjet e tjetër kujna nuk bën erë ty jam. Nuk bën erë me vrapu në shtigjet ku kanë vrapu njerëzit që kanë sunu kompletimin, përsosmërinë edhe ngritjen reale tek Allahu xhallahu ala, sikur se ka qenë pejgamber dhe pasuese pejgamberëve. Allah na mëson që energjia jon, fuqia jon, angazhimi jon, vrapimi jon të jetë në shtegun e duhur. Atje ku Allah e ka kriju njeriu, dhe atje ku njeriu konkuron me njeriu, por jo atje ku njeriu konkuron me kafshën. E na mëson që vrapimi jon të jetë me tempon dhe dinamikun që është Allah i kënaqur. E përlodhen gjatë rrugës, e ndalet nga njëra që na ndodhin, Allahu na imbolof me mirësinë e falën e tij, e na mëson që në fund të këtij vrapimi jetësor na thuhet jo kon fal, jeni shpëlyer me xhenet. Sikurse ka thonë Allahu xhallahu ala, faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai cili ka shpëtuar xhenemet e është fund xhenet që ky ka fituar. Ne këtë fitore e synojmë, këtë arritje e dëshirojmë, por për të realizuar kjo, Ibn Qayyim përmani dy kushte kryesore dhe hartën e orientimit dhe shtegun e vrapimit. Me kaq për këtë meditim, Allah i shpëbleft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.